Toni, ai djali simpatik që mori zemrat e shqiptarëve pa bërë zhurmë, ai djali me zemër të madhe, me shpirt të pastër, me buzëqeshje që qetësonte edhe situatat më të vështira. Ai që nuk u përpoq të ishte dikush tjetër, sepse vetvetja mjaftonte. Tani, ai hyn në një kapitull të ri. Një skenë më të madhe. Një shtëpi më të fortë. Një sfidë që nuk fal, por që shpërblen ata që janë të vërtetë. A do të jetë Toni gjesti i dytë? A do të shkëlqejë edhe më fort se në Big Brother Kosova 4? A do ta fitojë sërish publikun me qetësinë, urtësinë dhe sinqeritetin e tij? Pyetjet janë shumë. Përgjigjet sonte fillojnë të marrin formë. Toni nuk hyn thjesht si banor. Ai hyn me histori, me pritje, me dashuri nga publiku. Hyn me një emër që tashmë ka peshë. Dhe kjo peshë ose të thyen, ose të bën legjend, po zemra e tij, a do të mbetet e lidhur pas Benitës? A do ta ndjek Benita nga mbrapa, me syt nga ekrani dhe zemrën brenda shtëpisë? A do të jetë edhe bia aty, duke e përkrahur në çdo hap? Apo kjo shtëpi e re do t'i sjellë njohje të reja, ndjenja të reja, dashuri të papritura? A do të gjejë Toni dashuri tjetër brenda mureve të Big Brother Albania, apo do të pres Benitën, duke treguar se disa ndjenja nuk i lëkund as fama, as tundimi, as loja? Këto janë pyetjet që e bëjnë këtë sezon të veçantë. Këto janë enigma që publiku mezi pret t'i shohë të zhbllokohen, sepse Big Brother nuk është vetëm lojë, është pasqyrë e shpirtit. Sonte nis gjithçka, sonte hapet dera, sonte ëndrat fillojnë të marrin formë, sepse ndonjëherë ajo që dukej e pamundur bëhet realitet, sepse ndonjëherë një djalë i thjeshtë bëhet yll, dhe sepse ndonjëherë ëndrat nuk shihen, ato jetohen.